178 vota për, 115 kundër dhe 54 abstenime, u miratua rezoluta për Kosovën në Parlamentin Evropian. Përmes rezolutës së miratuar, ky institucion shpreh keqardhje të thellë për vitin e humbur në Kosovë, si pasojë e ngërçit politik. Paralajmërohet se edhe muajt në vijim mund të jenë të humbura për shkak të procesit zgjedhor. Si rezultat, vendi mund mos të jetë në gjendje të përmbush brenda afateve të gjitha reformat e nevojshme dhe rrezikon të humbas një pjesë të konsiderueshme të mbështetjes financiare nga plani i rritjes. Autori i draftit të dokumentit, eurodeputeti Riho Teras, ka vlerësuar se edhe pse të gjitha zgjedhjet janë zhvilluar në mënyrë të rregullt, procesi normal politik është cënuar thellësisht. Kosova, sipas tij, gjatë 16 muajve të fundit, ka qenë në një fushat të përhershme zgjedhore. Në rezolutë mbështetet mes tjerash aplikimi i Kosovës për statusin e vendit kandidat dhe u bëhet thirrje shteteve anëtare që pa vonesa të panevojshme të mandatojnë Komisionin Evropian për përpilimin e pyetësorit. Përshëndetet vendimi ndonse i vonuar për heqjen e masave dhe thuhet se ato ishin në kundërshtim të qartë me angazhimin e dëshmuar të Kosovës ndaj vlerave evropiane. Në rezolut përshëndetet përkushtimi i vazhdueshëm i Kosovës ndaj procesit integrues. Në këtë kontekst, rikujtohet se dialogu mbetet pjesë integrale e perspektivës evropiane. Kosovës dhe Serbisë u bëhet thirrje nëpërmjet të rezolutës që të bashkëpunojnë dhe të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për t'i sjellë sa më shpejt para drejtësisë autorët e sulmit terrorist të vitit 2023 në Banjsk.